Kërkesa e kreu të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti për zyrtarizimin e gjuhës shqipe është tentim që nëpërmjet këtij premtimi të mbetet në skenën politike. Kështu vlerëson analisti Alajdin Demiri, i cili thot se kërkesa e tillë në këtë kohë dëshmon kapacitetin e dobët të BDI-s në pushtet. Këtë kërkesa paraqitet në mënyrë perverse dhe në mënyrë të parealizueshme. Nëse Ali Ahmeti deri dje thonte se dëgjësia është realizuar, sot kërkon dëgjësi, që të thotë se tregon kapacitetet jo normale të kësaj partie politike për të vepruar politikisht. Demiri kërkon nga ana tjetër që Ahmeti të mbështes propozimin e PDSH-s për parlament dydhomësh, nëse sipas tij, ideja e Thaçit është serioze. Kërkesa e PDSH-s për parlament dydhomësh është legjitime dhe mendoj se duhet të përkrahet dhe nuk mundet të hikë as BDI as një parti politike tjetër nga kjo kërkesë e këtillë. Serioziteti i kësaj kërkese duhet të verifikohet gjatë negociatave dhe duhet të arrihet marrëveshje. Analisti Agim Jonus thot se aktualizimi i çështjeve të papërfunduara me kohë është humbje kohe dhe tentim që të mjegullohet opinioni me pseudopatriotizëm. Askush nuk mund të shmanget asaj që do të vizatoj komunitetin ndërkombëtar si imperativ me qëllim të vazhdimit të mbijetesës së këtij shteti. Maqedonia do të mbijetojë vetëm nëse të gjithë pajtohen me atë kusht që do të na ndahet, nëse dëshirojmë të ekzistojmë dhe ecim drejt Bashkimit Evropian. Çështja e Ali Ahmetit të ishte diçka që mund menjëherë të përmbyllet, do të kryhej me kohë, por edhe çështja që ka paraqitur Mendo Thaçi të ishte diçka realizueshme do të përmbyllej. Riaktualizimi i çështjes së dygjuhësisë nga Ahmeti dhe kërkesa për formimin e kuvendit dydhomësh nga Thaçi vijnë pas takimit që dy liderët kishin me të dërguarin special të Gjermanisë Johannes Heindel, i cili erdhi si përforcim i ndërkombëtarëve në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje të krizës politike.